Dëmet e shkaktuara nga ndryshimet klimatike po kthehen në një nga sfidat më të mëdha për fermerët e Juglindjes. Breshri, ngricat dhe përmbytjet kanë dëmtuar vitet e fundit prodhimet bujqësore, ndërsa mungesa e një skeme sigurimi vijon të mbetet një shqetësim për sektorin. Fermerët thonë se kompanitë private të sigurimeve nuk pranojnë të mbulojnë zonat me risk të lartë, ndaj kërkojnë ndërhyrjen e shtetit për krijimin e një skeme të përbashkët sigurimi. Është shumë e vështirë sepse kompanitë e sigurimit, për sa i përket produktive të modës, për flas për pentarin, marrin vetëm përsi për vetëm breshit, fatkeqësitë natyrore të breshit. Janë shtuar edhe fatkeqësitë natyrore të temperaturave të ulta në periudhën e lulëzimit, e cila na ka bërë këto vite të fundit, na ka sjellë dëme të konsiderueshme në prodhim. Ne kërkojmë që të paktën shtetit nëpërmjet skemave të ndryshme, si dhe skemat e sigurimeve të produktit ose të prodhimit, duhet të marrin një risk për sa i përket këtyre fatkeqësive natyrore. Specialistët propozojnë ngritjen e një fondi kombëtar me kontribut nga shteti dhe fermerët sipas modeleve të vendeve të rajonit. Fillimisht të viret një fond nga Ministria e Bujqësisë dhe një pjesë të plotësohet edhe nga vetë fermerët e të gjithë Shqipërisë. Duke parë ku do të jenë dëmet, mbase 100% të dëmit jo, por qoftë edhe pjesën e shpenzimeve që fermerët e asaj zone që do dëmtohen të marrin nga kjo shoqëri, do të lehtësonte maksimalisht pjesën e shpenzimeve apo edhe më shumë dëmet që krijohen tek fermerët nga fatkeqësitë natyrore. Krijimi një skeme kombëtare e sigurimit do të ndihmonte në përballimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore dhe do t'u jepte fermerëve më shumë siguri për të vijuar aktivitetin e tyre.